Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës shigjetari. Do bëjmë leximin e radhës të dashur shigjetar. Por kur i hapa letrat, pyetja ime ishte, për ata që nuk e din, gjithmonë kur të hapen letrat duhet një pyetje patjetër për të hapur dhe për të dhënë përgjigjet, jo vetëm për atë që keni pyetur, por për shumë gjëra tjera. Po apo jo? Për çfarë do lloj dëshire, synimi, qëllimi, realizimi, përmbushit që jeni duke dëshiruar të dashur shigjetar? Po apo jo? E kaluara, e tashmja, pengesat dhe ardhmja. E kaluara kemi dy të shkopive. Shikohet se në të kaluarën shigjetari ka qenë në një fazë të ta quaja planifikimi. Keni patur zgjedhje përpara, ndoshta dy rrugë ose dy mundësi, ke patur dëshira për më shumë, për një horizont të ri, por dhe pak hezitim për të bërë hapin, nga që kemi dhe një këmbë dhe një dorë të lidhur, të dashur. E tashmja është 5 të shpatës. Energjia juaj është kogja e lodhur, është një letër që tregon një konflikt, një fjalë të thënë gabim, një situatë ku dikush ka dashur të ketë të drejtë me çdo kusht. Mund të kenë qenë ju apo dikush tjetër. Fitoret e këtij lloji janë të zbrazëta, të dashur. Shigjetari ndoshta e ka kuptuar që s'ia vlen të luftosh për çdo gjë. Pengesat, të dashur, është pengesa kryesore, nxitimi, energjia që digjet shpejt dhe mungesa e qëndrueshmërisë, të qëndroni për atë çfarë thoni, çfarë dëshironi, Shigjetari mund të ketë bërë hapa impulsiva, po të ketë nisur diçka me zjarr dhe pastaj ta ketë lënë për gjysmë. Ky impuls në fakt pengon pon të ndodh. Një po, dhe e ardhmja në fund gjithçka mund të shërohet dhe star apo ylli është shpresa, drita pastuhisë dhe rigjallërimi. Kjo është një po e pastër që vjen pas reflektimit, qetësimit dhe besimit. Një po e ndritshme, të dashur, por e vonuar. Shigjetari duhet të ndalojë së luftuari për të pasur të drejtë dhe të rifitojë besimin në procesin e jetës, çfarëdo lloj qoftë ajo, apo për çfarëdo lloj gjëje qoftë ajo. Vetëm atëherë ajo që doni, dëshironi, apo ato që do shigjetar, do të vi në mënyrë të qetë dhe natyrale. Këshilla që do mund t'ju jepja mos u nxit për të dëshmuar, për të patur të drejtë, për të thënë fjalën e fundit. Ndriço duke qenë vetvetja. Universi është përblen guximin e butë, jo zjarrin që digjet vetë. Pra, një po mund të jetë nëse pak e vonuar, apo mund të mos të vononi, nëse vërtet nuk nxitoheni apo përshpejtoheni në çfarëdo që është në rrugtimin e juaj, njeri, situatë, pa nxitim, që mos të digjeni vetë të dashur shigjetar.